E kom po në fëtë, e kom gjithë dikon të tauru regjia nëse kom si kryeministri ditëlindjen. Mos besaj burr. Shumë të fola Albert urime ditëlindjen edhe pse me një ditë vonesë të dëshiroj shëndet e suksesin e jetë të gjatë Albini. Faleminderit i dashur kryeministër, uroj që sukseset i kemi të mëdha, të përbashkëta, sigurisht ne kemi shpresë shumë besim tek ti. Se duke të pasur ty në prirje të shtetit, sukseset do të jenë të pandashme me respekt Alberti. Mos po besoj që për me ke fol me kryeministrin Kurti, ai gore. Mos është me ai edhe kjo, drejt kallza. Jo, komunikojmë. Po çish ku mund të besu komunikojmë. Edhe unë foli me Obamën para një gjysore më thirrë. Po nuk është diçka që kemi biseduar për ndonjë çështje të rëndësishme, ka qenë thjesht një urime. S'ka rëndësi, është kryeministri i vendit, nuk është pak figurë. Po më përgjigjet edhe shumë raste të tjera. Unë s'po besoj për veti. Që ka publiki, unë për veti, jo po besoj unë, ju për veti. Çka do të bënë për me besu ti? Më ne kallzua, ki telefon burr më veti. Mos u ikum fshin tash, mos e bën. Dëgjoj, për hir të asaj, për hir të opinionit që vërtet ne mendojnë se Sadria ka me drejt, kur po thotë se nuk besoj që komunikon me kryeministrin Kurti, unë po do më shpalos, ama jo në tërësi bisedën. Hajde. Po një pjesë. Hajde s'po të besoj, unë era të rrit po. Unë alos po besoj. A do të më kthyn nga kamera po? Ka kamera. Kështu. Se mund është kamera, po. Vetëm pak të gjeti të biseda. Vetëm shkojnë të biseda me Albinin. Nuk e di pse po se asë shumë probleme. Oke, të lipi këtë. Kjo është pro biseda që kemi me Albin Kurtin. Edhe po ta gjetë mesazhin e njëjtë që kesh postin në fund. Hajde. Po se pas ke plot biseda. Kjo është mesazhi. Për cilën të edhe e kesh postin në fund. Lartë është numri i kryeministrit. Po, Edhe është diçka normale. A ka biseda tjera, zguxoj me lezu. E që ke biseda prit, se që ato jenë ato. Një bisedë tjetër me Vjo Osmonin, orime 29 ore, orimet më të mira dhe për ju. Qysh me dhe me këto ke fulla? Të gjeni e ma. Po është president e vendit tonë, nuk ka diçka të keqe. A ki edhe që të mesazh? Po, kam dhe këtë mesazh. Po në këto e kom morë të Vebi Kajtozi për para që e kom morë, bëlen një titull e kish po skandalioz. Të ai patrioti. Ha e kia? E kam edhe ato. Hajde. S'po besoj re po, ta këshyrme. Ti s'po beson që këto është... Bile që kia kaftu. Kemi edhe ajo është biseda para fundit, sepse kemi edhe një moment kur ja kanë bërë një montazh edhe presidentes. Edhe unë kum lajmëru që është bërë një montazh ndaj saj. E një me po, bravo. Dorë të kitje për Alberti. Albert, kjo fatë që dul Albin Kurti me fuqiqe me këta normalisht është montazh burr. Ndëgjë, unë po them që jemi në prag të një lufte pa drejt në rrjetet sociale, ku tash ka hyrë në fuqi edhe kjo mënyra e programet inteligjencës artificiale, kur sot po bëhen montazha që vërtet besoj që neve nuk na bëjnë. Dojnë pikëru se jo për qeverisë. Po sigurisht, bojnë montazha që ati nuk e pretes, kur ke që ke t'ja puthën e durës. E që kam puni për shtypje emrin, djallit ja kështë Leon Albin, apo në me, Pas 6 vitesh martes, më ka falë zotin e djallë. Bravo, urime. Edhe me qenë se e kemi diskutu se e kam edhe 2 vllazën të vdekur, se cilët më janë marrë emrin, unë pak jam shku në atë aspektin që mos t'ja për të një emrin vllaznive, përderi so janë prind gjallë, ndoshta edhe preken emocionalisht, edhe më se s'kum prit me vendos emrin për mu më të mirën në shqiptari Albin. Albin ja ke lënë djallit emrin? Me plot zemër. E më bën më të liçi ka le vjusa dhe jun. Dhe juna. Me ojli. Edhe dhe juna edhe vjus për mu nuk pish fund. Dhe juna shka Për të dyja. Se ti vetë vendosi po fol që burr me kryeministrin. A është dhe juna drejtërisht e shikut vetë vendosi sa jo? Nuk ka shik në të vendosje. Jo. Po kështu ai vanda, a vetë shumë drejt kallëzë. Po nuk e di sakt rolin e saj. Jo, nuk e di nëse është Jo drenica gjet dini. Më duket se është diçka koordinature. Koordinature. Po, Po vetë kështu ka pak, përdore zero apo do kështu.